Në mënyrë absolute nuk po ju them që nuk nisni dot, sepse në kushte jashtë normale po zhvillojmë një komision. Rendi i ditës së cilit është buxheti i 2026-s i nderuar. Tani, në pyetjet të 2026-s fokusoheni që të dalim në fund të këtij komisioni. Ndërsa për çështjet tjera ka rendi tjetër komisione tjera. Të pretendoni të futeni dhe në hartimin në mënyrën e hartimit të pyetjeve. Me buxhet 2026. Zonja kryetare. Jo, nuk po flisë për atë. Të pretendoni të futeni dhe në mënyrën e hartimit të pyetjeve deputetëve të opozitës. Jo, nuk thash këtë. Është jo e tepruar, por është absurde. Ishte i pamundur në përgjigje sepse i takon buxhetit faktik dhe nuk i takon buxhetit 2026. Ju lutem, futuni në çështje të buxhetit 2026. Në çështje të buxhetit po futem se gjitha kanë të bëjnë me buxhetin, duke qenë se ky buxhet të nderuar do të menaxhohet nga ministria që ju përfaqësoni sot. Unë kam një pyetje që është në fakt politike dhe do duhet ishte titulari i institucionit këtu, jo ju. Por megjithatë duhet ta jepni ju, me që keni ardhur. Ai buxhet që keni paraqitur për miratim, a jeni ju ndjeni që do të, sigurisht që jeni, por është pyetje retorike, që do të implementohet dhe do të ekzekutohet pa diskutim nga ministria që ju përfaqësoni dhe gjitha drejtoritë në linë varësie, dhe për t'ju bërë një pyetje, do të jem po këto institucione siç është ARSH-ja, Keshi, OSHE-ja, OSSH-ja, OST-ja dhe Bursa Shqiptare, që ose kanë ish drejtorët të proceduar, ose kanë drejtorët aktual në procedim dhe në hetim, ose kanë një pjesë të tyre të dënuar. Po këto institucione do jenë, sepse ky është i vetmi rast i një ministrie në Republikën e Shqipërisë që ka të gjithë zinxhirin drejtues poshtë titularit, o në hetim, o dënuar, ose në procedim. Përfshi dhe vetë titularen tashmë zyrtarisht me akuzë të komunikuar. Dua ta di, po këta individ do jenë dhe po këto institucione do jenë, se tani që ne flasim, po e them dhe një herë, Kesh, OSSH, OST, Bursë Shqiptare, ARSH, dhe ARSH-ja është një mallkim i madh, prej 12 vitesh çdo drejtor që shkon nga ARSH-ja ose dënohet me burg, ose është në burg, ose procedohet. Zoti Kliçi, pyetja u bë, nuk ka nevojë për ta shtjelluar më tej, jo ju lutem. Nuk mund ta vazhdoj duke folur për persona që nuk janë as këtu. Kështu që ju lutem. Po tash për persona që janë institucione, un po flas për institucione. Po për institucione, i bëhet pyetje të qartë. Jo, pra jo do mbaroj se s'kam mbaruar. Po fokusoni tek pyetjet, thatë ishte pyetje retorike dhe tani thoni do të bëj pyetje. Po patjetër do ta dëgjojmë. Do ta dëgjojmë se dua ta di. Pyetje retorike ka përshtypjen që jo se janë një pjesë e titularëve janë hetim. Po do ta dëgjojmë, po jepi mundësi të flasim. Po do t'i japim mundësi. Do t'i jap mundësi dhe ta bëjmë konkrete. Të kalojmë pak ke një procedurë e cila ka patur efekt drejt për drejt në buxhet dhe ka efekt drejt për drejt në buxhet, për shkak se do duhet të zhvillohet dhe unë do të pyes edhe pjesa e kolaudimit për tunelin e Llogaras. Kemi në panel e nderuar, në mos gaboj, zonja Viola Xhiademi, sekretare përgjithshme. Kam përshtypjen, ju zonjë duhet jeni personi përgjegjës i autoritetit kontraktor në këtë procedurë. Në mos gaboj. Nëse jam i gabuar, më sqaroni. Pyetja e parë dua të di që si është firmosur dhe pse janë paguar 15 milion euro për supervizimin. Në momentin, në mos më shqetësoni si gjë, dilni nga rendi ditës. Nuk po dal nga rendi ditës sepse do dalë ke pyetja ndim. Pikërisht do duhet kuptoj çfarë ka ndodhur në 2025-ën. Përfaqësuesit ministrisë në nivelin politik. Se çfarë do thotë 2026, bëni pyetje për 2026-ën. Për 2025-ën bëj pyetje për 2026-ën. I nderuar, ju mund të thrisni këdo në çfarë do lloj seance dëgjimore. Nuk mund të përdorni komisionin. Edhe prandaj nuk vjen. Është tjetër gjë. Thirreni ju si deputet. Ky është një komision që ka për shqyrtim buxhetin 2026. Ju, të gjithë si deputet dhe të tjerë që s'janë bashkuar këtu, mund të thrisni në komisionet tuaja apo në një procedurë posaçme edhe në komisionin ton, në seancë dëgjimore ministrin. Me pyetje paraprake, se nuk është problem për ta thirrur në seancë dëgjimore. Nuk është problem që mos vi asnjëherë. Për buxhetin se keni tentuar. Për buxhete kemi kërkuar interpelancë dhe nuk kanë ardhur. Ne po flasim për buxhetin 2026. Nëse për të disatën herë do më duhet prap ta vë në shinat e funksionit të rendit ditës, do më duhet ta hedh në votim. E nderuar. Kjo që ju po bëni është i njëjti skenar që ndodh në sallën e Kuvendit të Shqipërisë, që për shkak të atyre kartonave dhe shumicës numerike që keni, ju kërcënoni në çdo mbledhje të mundshme, qoftë në kuvend, qoftë konferencë kryetarësh, qoftë në komisione, që ju do të kaloni në votim nëse nuk ju pëlqejnë pyetjet apo diskutimi,
Ne duhet rinim këtu, ne duhet rim 2000 orë këtu për të folur për buxhetin e shqiptarëve dhe nuk flasim dot. Ju vini për të paraqitur programin dhe e kaloni 20 minuta. Unë e kuptoj që keni kaluar vitin e kaluar për 4 minuta buxhetin. Buxheti faktik, por kjo nuk është normale. Kemi qenë deri në 90 të natës së seancës plenare, nuk kishit arsye për ta diskutuar. Ne jo duhet të rim 2 Keni orë, minuta. po ne duhet të rim. Dhe kishit mos në seancë plenare. Për buxhetin 2026, ju lutem fokusoni te pyetjet kurse duam ta vazhdojmë. Ke buxheti. Atëherë dua t'i bëj një pyetje panelit nderuar. Në raport me tunelin e Llogaras. Tuneli është hapur 3 muaj gjatë vitit 2024 dhe është rihapur përfundimisht në fushatën e vitit 2025. Jam interesuar të di, a është kryer kolaudimi i kësaj vepre, a e keni marrë në dorëzim dhe a jeni pajisur me leje përdorimi për tunelin e Llogaras, duke qenë se kjo ka implikime në buxhet, patjetër. Jam i interesuar, ka lidhje japin vetë, e din ata përse po i pyes. E dyta, zoti Klosi, e din ato vetë, thon ato, ç'a lidhje ka, ç'a problemi ka? Nuk ka asnjë problem. E kuptoni shumë mirë ju. E kuptoni shumë mirë, kur e ka kuptuar Spaku që ka ngrit akuzë për këtë çështje, ju normal që e kuptoni. Po i ndihmojmë Antoneta, po i ndihmojmë. Ne heronjtë e fëmijëve tan po i ndihmojmë, edhe më shumë. Kështu që e kuptoj që e keni problemat pjesë. Unë edhe 2 pyetje kam, nuk e zgjas më shumë. Edhe 2 pyetje, po nuk donin, e kishte para më të fliste sa donte. Çfarë tha për shembull, meqense e dëgjuat, çfarë tha? Edhe 2 pyetje. Cilin, na e tregoni shënimin. Për buxhetin 2026, që mbajtë shënim. Po nuk duket shumë qartë. Tani kemi ndonjë pyetje për buxhetin 2026? Që t'i japim fjalën ministrisë? Edhe një pyetje edhe një herë. Atëherë, për çështjen e supervizimit, dua të di si janë dhënë 15 milionë euro pa u kryer supervizimi. E treta, dua të di në projekt ka qenë parashikuar një vepër arti pak a shumë me një kosto bazuar në preventiv dhe në dokumentat standard tenderi të rreth 25 milionë euro. Dua të di kush e ka zhdukur këtë sepse ju jeni përfaqësuesi i autoritetit kontraktor dhe jeni titulare, dhe fundit dua të kuptoj se si ka mundësi, me që flasim për buxhet, janë disbursuar 190 milion euro për një vepër që është pa leje. Kujtoj këtu lejen e miratuar, lejen e dhënë me kusht në vitin 2022 dhe të zbardhur në datë 28 maj të vitit 2025. Dua të kuptoj cilat janë arsyet që leja është zbardhur në 28 i 5 2025 dhe si ka mundësi që pa leje ndërtimi janë paguar 190 milion euro nga buxheti i shtetit deri tani, ndërkohë që një qytetar i zakonshëm edhe në Tiranë nuk rregullon dot avllin e shtëpisë, nuk ndërhyn dot keqatia e shtëpisë vet, se arrestohet nga policia e shtetit, se i shkojnë 6 inspektoriate për ta ndaluar. Këto ishin pyetjet e mia, e nderuar kryetare. Zonja Dhima dhe pastaj përgjigjet e pyetjeve. Zoti Muçi pastaj. Faleminderit zonja kryetare. Unë po e shikoj që nga ana opozitës nuk ka interes dhe nuk ka pyetje për sa i përket buxhetit të vitit 2026. Interesi i tyre është për disa çështje të cilat nuk janë pjesë e rendit të ditës që ne kemi sot, janë pjesë e seancave dëgjimore që sipas neni 36.1 është e drejtë e tyre të kërkojnë organizimin e seancave dëgjimore publike me antar të Këshillit të Ministrave, përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore ose publike, apo ekspert, përfaqësues shoqërisë civile e tjerë. Ndaj, unë mendoj që ne duhet të kalojmë në miratim, sipas rendit të ditës, projekt ligjin për vitin 2026. Edhe një herë, zoti Hoti, kërkoj me shumë prioritet